Përshëndetje. Sot një ditë e bukur, një ditë e madhe, një ditë e rëndësishme për gjithë qytetarët e Strugës, të cilët ta shfrytëzojnë momentin shumë historik për të votuar për 4 vitet e ardhshme dhe shpresoj që sot të gjithë qytetarët të jenë të qetë, të dalin të votojnë masovikisht për të dhënë ato që duhet, votën që është pushteti i tyre. Mendoj që qytetarët sot kanë vendosur dhe do të jenë të qetë dhe besoj që edhe oponentët tanë të bëjnë të njëjtën thirrje që sa më mirë në mënyrë demokratike gjithë qytetarët e Strugës të votojnë dhe në fund të jepet verdikti i popullit. Deneska, ovaj dobar den, istorijski den, golem den, svi građani na opština Struga da izlazite na glasanje masovno, da go date svoj glas, za da glasat za vlasta za 4 godini kada će se nasoči Struga. Verujem deka deneska građanite na opština Struga već se odlučeni i mislim deka sve će odi mnogo mirno i demokratski. Mislim deka svi te građani na opština Struga da će go iskoristiti svoj glas za da davat nasoka na opština Struga. Повикувам до сите граѓани на општина Струга да се мирни и да не подлегнуваат на никакви притисоци, да гласат демократски и на крајот да се излезе со добри резултати за општина Струга.